thot në atë gjendje, shko ti merri komandantin e lem mu. Me 16 prill, kur takova aty, fillun u plagosën ushtarëton dhe kam shku me tërhikun ushtarin e parë, ka qenë nga Hani i Lesit. Baftier Hasamdari, me 5 plagë trup, dhe mu ka drejtu me fjallet me gjysmëzani, doktor lem mu shko më nalt është komandanti i plagostë. Pra nuk ka qenë as pak e lehtë, thot në atë gjendje, shko ti merri komandantin e lem mu. Kam shku me tërhi komandantin, komandanti kish pas 2 plagë në shpinë, edhe kam i shrok pisa perkes, edhe jo më ofru, e kam hiku në qantën, e kam hik automatikun, e kam shumë borë, dhe ja kam ngrit thesha sipër me këtyra ka gjak deri në shpinë. Unë tash, ndoshta edhe për frikës, po na kanë dalë 4 serë për balë, nuk besoj që jenë ka 20 metra mas i për neve, edhe më ka drejtu komandanti poshë zoti, mere qantën e luftës, mos bjen plani i luftës, mere qantën e kam planin e luftës në qantë, mos bjen planin në dorë shkive, dhe tërheqo. Nuk e di kush ka gjujt nga ushtarët tonë, ata janë shtri për tokë, a jenë vra, a nuk jenë vra, nuk e di, ata kanë mujt me na ndanive, me na vra, kanë mujt me na vra, lirisht, po ata dhe du me na kapë qallë. Pastaj e kom marrë, e kom tërhi komandantin zbashku me një ushtar, ka qenë një mjek i Sufi, ka qenë nga Shtimja, dhe disa djelë të Hanit të Lezit për 2 orë e gjysë e kemi bartën komandantin. Dhe e kemë fund në teritorit Shqipënis, dhe në teritorin e Shqipënis, pastaj e kanë marrë me helikopter dhe sot falë Zotit s'kende ashtë gjallë.